zonja dhe zotrinj, jemi në puntatën e fundit, se do thosha sezonin e fundit. Sezonin e fundit nuk ka, se do e çoj deri këtë emision deri në vdekje. Jemi në puntatën e fundit për këtë sezon. Kam një të ftuar shumë speciale që më ka pëlqyer shumë dhe është shumë vajzë zgjuar, shumë edukuar, shumë intelektuale për mendimin tim, se gjithmonë është çështje perspektive dhe shumë e bukur gjithashtu. Para se të dalte vajza speciale, dua të falenderoj normalisht Delibrosin që përpiqemi t'i mbajmë linjat, por duke e pasur përballë nuk mundemi, dhe normalisht Marodermin që kemi skincare-in, shampo, scrub, të gjitha i kemi aty dhe unë i përdor rregullisht sepse e dashuroj këtë firmë. Dhe shumë faleminderit që po na ndiqni prap dhe jemi sot me Tea Trifonin. Shumë faleminderit Ylli i bukur që erdhe ti sot këtu. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty. Do të dal direkte në temë, çka ke bërë, ku ke qenë, pse s'ke qenë këtu, nuk kemi parë fare, ke pasur një mini intervistë që kam parë që tash edhe shpar në YouTube. Po overall këto, do me thënë që kur nga Bigu, me sa kam parë, nuk është se ke dalë në për media fare, almost. E vërtet, ajo intervista që ke parë ti së fundmi më doli totalisht pa planifikuar. Kam bërë një shkëputje totale nga media kohët e fundit, sepse ishte momenti që të fokusohesha në jetën time. Unë këtu kam qenë, thjesht jo përballë kamerave, kam qenë pas kamerave tani, edhe kështu, jam marrë me projekte të tjera që nuk kam pas lidhje me televizionin. Nuk e dashur? Të paktën jo televizionin përballë kamerave, në sy të publikut. E kuptoj. Nuk e dashur, do me thënë, të dilje në ekran, apo mendojnë që ka pasur edhe shkëputje nga ana e tyre kundrejt teje? Jo, shkëputje nga ana e tyre nuk ka pasur, sepse ftesat më kanë ardhur vazhdimisht, por që ishte një vendimi imi për të fokusuar tek vetja dhe ishte momenti që të ndaloja, të thosha të bëja një stop, të reflektoja ku isha, qa doja, nuk po bëja më gjërat, nuk isha më e lumtur me ato që po bëja, nuk isha më e kënaqur, nuk po i përmbushja me qëllimet e mia. Kështu që I cut my losses dhe zgjodha që të jetoj pas kamerave, të jetoj jetën reale, se s'po kisha më jetë personale, me të drejtën. Nuk po kisha më jetë personale, më mungonte shumë privatësia, më mungonte gjithçka nga një jetë normale e mirëfillt që duhet ketë një person për të qenë i lumtur dhe i plotësuar. Po, e ke pasur më shumë këtë pjesën, do me thënë, e ndjen për shembull, e ndjeje kur ecje në rrugë, apo e ke më shumë tek pjesa e medias kur hapje për shembull Instagramin edhe ndjeje sikur nuk ishe privatësi? Me thënë, ishte interne kjo gjëja, apo ndjej kudo? Kjo gjëja ndjej kudo dhe më së tepërti, ajo që më afektonte më shumë, ishte jeta e përditshme, ishte përballja me njerëzit çdo ditë, ishte fakti që çdo pyetje, çdo bisedë vërtitej rreth punës sime në media. Dhe unë nuk jam vetëm puna ime në media, kam edhe shumë gjëra tjera. Kështu që bëra këtë shkëputjen. Kjo, pse mendon se ndodhi gjithë kjo, përveç pjesës së privatësisë, kjo palumturia, mendon që ka ndonjë lloj piku që nuk të hyri në punë, apo nuk po bëje, nuk ishte rutina ajo që ti doje, apo puna ajo që ti doje, se shumë njerëz duan, do me thënë, të kenë famë dhe të bëjnë, të punojnë me bashkëpunime, shumë njerëz që se kanë këtë gjë, se ka ata, pastaj që e kanë edhe thonë, po ç'desha unë, ka ca që e shijojnë se është për ta, e kupton? Shiko, unë futa kësaj rruge pa e menduar mirë dhe pa e ditur se ç'a më priste. Thjesht u gjenda aty, do me thënë, kjo fama e madhe që mora, kjo fama e madhe që mora, ke bërë shumë bum. Ishte, më erdhi brenda një muaj. Imagjino të jesh një vajzë 21 vjeçare që bën një jetë relativisht normale, një shkollë normale, një punë normale, miq normal, dhe pastaj kështu krejt papritur, të kthehet e gjithë bota përmbys dhe ti gjendesh në një botë krejtësisht të panjohur për ty. Unë kisha punuar më parë në media, por jo me atë nivel vëmendje. Që për mua ishte pak overwhelming, nuk po kuptoja ku isha. E kuptoja. Dhe erdhi një pikë që s'po njihja më kush ishte Tea e ekranit, u po bëja dot më dallimin e Teas e ekranit dhe Teas e vërtet. Mendon se ka të bëjë edhe mosha që isha? Patjetër, isha shumë e re. Isha shumë e re. Po pavarësisht kësaj ti ke folur, do me thënë, artikulimi jot ka qenë fantastik, e kupton, pavarësisht moshës që vazhdon të jetë, po pavarësisht moshës që ke pasur,
Do me thënë, thoj, wow, më kupton që a them, sidomos edhe me... Sidomos në krahasim me të tjerët që ishin atë program, dhe artikulimi ishte top notch. Mendoj që ka të bëj shumë tonaliteti i zërit. Okej. Kam qenë theater kid, do më thënë, kam bërë teatr kur isha e vogël, kam qenë e fokusuar në letërsi, olimpiada dhe letërsisë, librat edhe, kjo ka ndikuar, pastaj edhe drejtësia shkolla që bëra, që ndikoi shumë. Çfarë mendon që ka qenë gjëja më toksike e ekranit? Përjetimi më toksik. Përjetimi? Përjetimi. Përjetimi më toksik. Shiko, sa do toksike të kenë qenë gjërat, çdo gjë më ka mësuar diçka. Normal. Ka pasur eksperjenca në media që për mua kanë qenë traumatike. Okej. Totalisht traumatike. Okej. Por, ka mësuar dhe më kanë formuar shumë, më kanë rritur shumë si person. Për shembull, unë përputhen ishte emisioni që më dha shumë famë, edhe më ka mësuar se çfarë është media realisht. Pavarësisht se kisha punuar më parë, më ka mësuar se çfarë është media, çfarë është jeta, në një formë shumë intense dhe në një kohë shumë të shkurtër. Okej. Si do ta përshkruaje çfarë është media realisht? Nëse do ta vije në një fjali. Media është biznes. Okej. Media në tërësi është biznes. Absolutisht. Kështu që... Unë shoh. Pjesa e njerëzve që kanë një biznes e kuptojnë se si funksionojnë gjërat. U shkëpute, po pavarësisht kësaj, mendoj që ishte... Se unë mendoj që fakti që një person, se mund t'jetë një person që është shumë interesant live kur ti e takon, edhe del televizor edhe nuk të ngjit, po ta shohësh nga ekrani. Dhe janë ca njerëz të tjerë që ndoshta mund të jenë ose jo interesant, po në ekran të ngjisin shumë. Edhe unë personalisht mendoj që ka njerëz që me vërtet kanë një farë lloj ylli në ball kur i thon për atë punë, pra në ekran. Dhe duke qenë se ti ke qenë një person që ke bërë shumë boom dhe ke qenë ndryshe nga struktura bazike që përgjithsisht bën boom, e kupton, domethënë jo me gjëra ordinere ose më kupton ku dua të dal me fest. Varet nga formati. Për shembull, media televizive është pak më serioze se sa ajo media sociale. Po të dalësh nga TikToku ka tjetër profil se kur del nga një media serioze. Unë nuk e kam vënë re këtë ndryshimin e njerëzve nga jeta reale dhe në media. Mund të ketë ndryshime në sjellje ose në karakter ose hishensi më të mirë apo më të keq në media dhe jashtë saj janë ndryshe, vërtet, por që formimi, mentaliteti i përgjithshëm dhe gjeneza e atij personi mbetet e njëjtë për mendimin tim. Se nuk është shumë e vështirë të hiqesh diçka që nuk je kur nuk di të jesh ajo që nuk je. Po. Duhet ta Po s'mendon se perceptohen ndryshe njerëzit nga ekrani edhe in person? Patjetër, sepse ti në ekran sheh vetëm një pjesë të vogël të gjës. Ti sheh një karakter që ka dalë aty dhe po të jep ty atë që ai do të japi. Ose po të jep, ose dhe ti po shikon atë që formati ose media do që të transmetojë. Personi mbrapa skenave është shumë i gjerë, përfshin shumë tepër, sesa vetëm aq një gjysmëorësh apo një orësh apo një sezon emisione që ti mund ta shohësh dhe ta ndjekësh. Mendoj që publiku të ka perceptuar ty në atë që ti je realisht? Ka perceptuar karakterin që unë kam shfaqur në media. Okej, që nuk është... Pastaj... Kishim një muzikë melankolike, s'ka që... Hajde qajnë tani. Publiku është i zgjuar dhe i shikon dhe i kupton gjërat. Pastaj... Njerëzit, perspektiva e njerëzve është gjithmonë ajo që ata duan të shohin. Njerëzit kuptojnë ose marrin nga ti atë që ata duan të marrin. Sa do të mundohesh të bësh moral, të tregosh, të flasësh, të thuash kjo është e mirë, kjo është e keqe, kjo është e gabuar, njerëzit të përthithin vetëm atë që reflekton me kush ata janë. Që përputhet me atë që kush ata janë. Kështu që perceptimi varet nga personi. Varet shumë nga personi, mendoj unë. Por një pjesë e publikut më një mirë, mendoj. Do me thënë nuk mendon se kam pasur një perceptim të gabuar për ty? Ose që ti nuk je ndjerë si kur ka qenë ai që ti je? Jo, unë kam plot të mira dhe plot këqija, aq më tepër kur kam qenë aq e re, kur nisa.
Kështu që ata që më kanë ndjekur dhe më njohin, mendoj që më njohin tamam si duhet. Mirë, mendoj që më njohin mirë. Okej. Se me çka kam se unë, ka qenë edhe kjo periudha që normalisht nga që nuk kam jetuar në Shqipëri edhe Big Brotherit e kam parë on and off, nuk është se kam qenë tërkohën aty, se normalisht kur jesh kputur edhe nga Shqipëria nuk je tërkohën. Të ndjeja, asnjë s'kisha parë asnjë Big Brother para se të futesh atje, dhe madje i vetmi që kam parë ka qenë ky i fundit kur ku doli fitues Gjesti. Si të duk? I vetmi. E ke ndjekur shumë sistematikisht apo? E kam ndjekur gjatë live-eve për mbledhje editore, jo gjithë ditën, por që tani që e ndoqa, vitin e fundit që e ndoqa, kuptova se qa ishte vërtet Big Brotheri. As kur isha atje brenda nuk e kuptova se qa ishte. Ju ka dalë ndonjëherë kjo tipja René Refo edhe keni thënë prit se që ka duke përdorur këto produktet e Maruderm, gjithashtu Note Cosmetics që është nën Maruderm, dhe keni thënë ç'a janë këto? Atëherë unë nuk dua t'ju tregoj çdo produkt që unë përdor, sepse çdo tipologji fytyre ka diçka të ndryshme dhe ju goca shqiptare keni një tendencë që kopjoni çdo gjë që femrat bëjnë, ndërkohë që çdo person ka stilin e vet, fytyrën ndryshe, tipologji ndryshe. Unë dua t'ju them që kjo firmë realisht më ka ndryshuar jetën për këtë një muaj që unë e kam përdorur. Nuk kam pasur asnjë breakout në fytyrë dhe fytyra ime është super si beb dhe ka një shkëlqim që nuk e ka pasur ndonjëherë. Problematika fytyre, me thënë drejtën, nuk kam pasur, e vetmja gjë që kam dashur të shtoj në rutinën time ka qenë ky shkëlqimi që momentalisht kam make-up, po mund ta shikoni te videot e mia në TikTok që përgjithsisht janë pa make-up. E vetmja gjë që do rekomandoja që mund përdoret nga të gjitha ju është ky toner i fantastik. Okej, një kat këtu të lutem. Pastron qelizat e vdekura, zhbllokon poret që mos kemi më akne, përdoret shumë për balancimin e fytyrës. Për shembull, unë kam pasur rozeshja ose këtë pjesën e rozë që bëhet këtu për gjithë ju që nuk e dini, dhe më ka bërë të një trajtshme komplet fytyrën, dhe gjithashtu me shkëlqimin absolutisht, sepse kjo ka qenë gjëja më kriter në gjithë jetën time që të shkëlqej kur eci në rrugë, më kupton? Përdoret 3 herë në javë, është gjithë kjo shishe. Dhe unë jam super e lumtur, absolutisht që kam dhe produkte tjera, nëse jeni të interesuar për ato produkte mund të shikoni te faqet e mia, por siç ju thash, ka lloj produkte që ju ta përshtasni me fytyrën tuaj. Mund të futeni dhe te faqja dhe them që Maruderm zgjedh edhe natyrën edhe shkencën për t'i bërë këto gjëra sa më të bukura dhe sa më efikase për ne. Zgjidhni Maruderm. Mendoj që Big Brotheri është loja më interesante që ekziston, dhe gara më interesante që ekziston në botë. Prandaj dhe është kaq i shikuar dhe i pëlqyer dhe ka dekada të tëra që nuk ka vdekur si format dhe vazhdon të jetë on top. Mendon që është toksike? Nuk mendoj që është toksik si format. Mendoj. Big Brother është një eksperiment social. Është e përball personin që merr pjesë aty, konkurentin, me situata nga më të ndryshme dhe nga më të vështira dhe nga më intense. Është i formatuar, patjetër që ti të jesh gjithkohën në presion, je gjithkohën në vëzhgim, nuk ke asnjë moment privatësie, edhe momentet e privatësisë që ke janë të dizenjuara që ti në atë moment ndihesh rehat, je vetëm, dhe të jesh emocionalisht i hapur, të tregosh gjëra, të ndihesh rehat, të nxjerrësh atë që vërtet ndjen, mendon edhe. Unë kam dëgjuar se ma kujtove tani, kjo është komplet spontane. Apo më duket mami ma ka thënë që ka kamera edhe në banjë. Kamera ka kudo. Tani këto kamerat në banjë, se mua më duken të tmerrshme. Si mund të jesh rehat të futesh në një banjë që ka kamerë? Po nuk është rehatshme, ai është qëllimi. Qëllimi është që ti të jesh në gjëmba gjatë gjithë kohës. Sepse nëse ti je në gjëmba gjatë gjithë kohës, je i ndërgjegjshëm për çfarë po ndodh, je aware për çfarë të rrethon, edhe normalisht je më aktiv. Doja sugjeroj më fal se ndërpreva. I doja sugjeroj çdo personi si eksperiencë? Jo, shumë të rrallë janë njerëzit që mund ta përballojnë mirë ato. Unë vetë nuk e kam përballuar mirë. Ajo ishte eksperienca traumatike për mua. Aty
duke qenë se je gjithkohën i vëzhguar, dhe duke qenë se je në konkurrencë me çdo person që të rrethon, fillojnë të kapin çik paranojat. Thua, po ky ma tha mua këtë aty brenda me të mirë, po aty brenda. Patjetër ky ma tha mua këtë me të mirë, po sikur ta ketë me të keq, me të futme, se nuk e dia në lejohesh këto fjalë. Po këtu jemi rahat. Okej. Të fillon pak paranoja. Edhe megjithëse je i rrethuar nga njerëz gjatë gjithë kohës, ndihesh shumë vetëm. Kjo bën që të izolohesh shumë në veten tënde. Okej. Të gjithë mendon se ndjen kështu apo e ke përjetuar ti? Shumica ndjen kështu. Madje ka njerëz që dalin me PTSD, me stres post-traumatik aty. Kam takuar shumë njerëz që kanë dalë nga aty dhe janë me vërtet kështu lal të duan 6 muaj të mbledhësh veten nga gjithë ajo eksperiencë. Po, vërtet njerëzit kur dalin nga aty, shumë njerëz vazhdojnë të qëndrojnë të ngecur tek ajo eksperiencë për shkak të presionit dhe stresit të madh që ka si emision. Por që kjo është ajo që e bën të bukur dhe i bën njerëzit që ta shohin me aq përshëri. Edhe më the darkest, si më thën, kanë edhe ato momentet e tyre se duhet ketë një ekuilibër, mendoj, midis të mirës edhe të keqes. Shikoj, është garë shumë e vështirë, shumë e fortë, prandaj është aq interesante për të parë. Okej. Dole nga Biku, bëre normalisht ato intervistat pas... Po, bëra qokat që kisha për të bërë. Që duheshin bërë, absolutisht. Dhe aty u shkëputa. Po. Çfarë bëre këto 2 vite, goce? Ku ishe? Kam bërë plot gjëra. Kam qenë Asë vend diskutim. Unë mora disa muaj goxha muaj për të qetësuar. Okej. Sepse më ndikoj. Ti kështu në Bahamas. Jo, kam ndërhyrë në shtëpinë time këtu në Tiranë kam qenë. Po, ja të them një gjë traumatike që më ngeli, sikur isha kthyer nga lufta më modër. Një gjë që më ngeli pas Vikut ishte cigaret. Është banale si gjë, po duke qenë se aty kishim çdo gjë me mas, kur dola jashtë, vura re që mbaja paketën fshehur nga miqtë se kisha frikë se mos mi vidhnin, nga që isha mësuar atje brenda që ishte konkurrencë për gjithçka. Edhe thash, okay, Tea, ke nevojë që të bësh një pauzë, të marrësh veten, edhe të kujtosh se kush je dhe ku je. Okej. Çka kam bërë, do thotë. Po, çka ke bërë? Më thënë, edhe pushime nëse do t'i ndash, edhe punë normalisht me çaj e marr ato 2 vite, bashkëpunime, këto 2 vite. Plot gjëra. Punë më formale, çfarë? Po, vazhdo. Atëherë, unë mora ca muaj për të mos bërë asgjë. Okej. Mësova të gatuaj ato muaj, ftoja miq, shtroja darka, jam për shtëpiake. Pastaj kam filluar punë jashtë ekranit, domethënë brapa ekranit. Hapa një biznes timin në fillim të këtij viti. Një beauty studio që më ka mësuar shumë. Shumë interesante, një profil që... Beauty studio në lidhje... Një salon bukurie. Një salon bukurie për thonjë, qerpik, make-up, gjëra kështu. Po, jam marrë vetëm me goca. Super! Ishte një eksperiencë që më ka mësuar shumë. E mbyllëm atë në fund të kësaj vere, e mbylla. Dhe më mësoj të njoh veten time në fakt. Kuptova që jam më shumë tolerante se ç'duhet. Kuptova që pronarët shqiptar kanë të drejtë kur thon ka punë, po s'ka profesionist, është pak e vështirë. Kuptova që është shumë kënaqësi të merresh me vajza dhe gra më së shumti, siç u mora unë. Edhe kuptova që kur diçka nuk përshtatet, ndalo, lëre dhe shiko ato që duhet shohësh. Se mendon se s'u përshtat kjo? U përshtata deri diku, po që nuk plotësonte qëllimet që unë kisha për jetën time. Ishte, domethënë margji i fitimit ishte i ulët për investimin që donte. Por më mësoj shumë. Po përveç kësaj, domethënë përveç kësaj, unë kam filluar shkollë të dytë, jam duke bërë universitet, po studioj... Se unë me shkollën nuk e kam marrëdhënien mirë. Unë vetëm me punën gjithmonë kam qenë kështu, më mirë punoj tërë ditën, ditëralisht 12 orë, dhe i kam pas bërë nuk është se jam kështu, po si kur të punoja se i bëja. Kam punuar kështu 3 shifte radha si nëse ishte për të punuar dhe nuk më lodhe, bëj me qef kurse shkollën gjithmonë kam qenë kështu nuk mundem.
Edhe Po është mirë, të gjithë janë ndryshe. Me thënë të drejtën, edhe unë mendova që i kisha larë duart me shkollën. Se e kam bërë një universitet, nuk e përfundova atë, por i bëra 3 vite. Edhe thash që do fokusohem vetëm te puna. Po erdhi një pikë që doja një punë që për të cilën nuk i kisha kualifikime dhe thash, why not? E kuptoj. Unë gjithmonë kam dalë mirë në shkollë, kështu që pse mos ta bëj edhe një herë. Okej. Super. Mendoj që Do të thënë aktualisht teksa flasim ti në shkollë. Unë jam studente në vit të parë tani. Në vit të parë. Po. Online apo edhe jam në shkoj çdo ditë të javës nga hëna në të premte unë shkoj në shkollë, jam në klasë me njerëz që kanë lindur në 2007. Të keqen. Ndërkohë që viti im i lindjes fillon me 1900 një herë një kohë, domethënë kam lindur në milleniumin e kaluar. Po është ambient ndërkombëtar, kështu që shumë interesant. Më përmbush, më bën shumë të lumtur, jam shumë e kënaqur me atë që po bëj. Edhe gjithashtu në punë njëkohësisht. Marketingun se ja kemi marrë dorën tani. Në Report TV dhe shqiptarja.com. Edhe kështu jam full, jam plot. Nuk kam kohë që të dal në media, por kur ma bëre ti ftesën nuk e mendova 2 herë, direkt tash po. Shumë faleminderit. Jam kurioze me tërmend që se këtë 2 vite shkëputje dhe ç'ne e the po, me që ke kaq shumë kohë shkëputur, e kupton. Bash po se para ti je shumë chill si person. Dukesh shumë e qetë, nuk i ngacmon njerëzit më shumë se ç'duhet. Bisedat janë shumë të lezetshme. Edhe të ftuarit që kem marrë më kanë pëlqyer shumë, kështu që shumë faleminderit. Përgjithsisht më duket sikur njerëzit kanë perceptimin tjetër që do i ngacmoj më shumë se ç'duhet, ndërkohë që jam kështu dhe s'është vibe. Jo, fare. Nuk e kam pas për atë përshtypje për ty, sepse të thash që të kam ndjekur që para shumë vitesh. Që kur ke filluar në fillimet e tua në TikTok. Dgjoj, mendoj shumë edhe të kam shumë qef si personazh, kjo ishte arsyeja kryesore. Gjithashtu. Dhe mendoj që realisht kur një person e ka qef dikë, mendoj që është gjithmonë e dyanshme, se është diçka që ky robi you're vibing with, nuk është nga hiçi, më kupton? Ka njerëz që janë të tillë. Marketing, shkollë, full on, self-care, personal life, what's going on? Oh, personal life. Fakti që nuk dua të tregoj shumë për jetën personale është ajo që më ka ndaluar të përfshihem në media. Por që jeta ime personale është për momentin e përmbushur ndje, më thënë të drejtën. Nuk kam shumë kohë që të kem jetë personale. Po kam pas sa drama të mia, ca periudha të qeta, si të gjithë. Po asgjë e madhe që vlen të tregohet. Mendoj unë, se di, nuk e di. S'më vjen ndonjë gjë tani. E satisfaksionuar? Jam e kënaqur. Ndjem e kënaqur. Ka gjëra që nuk shkojnë patjetër, po që e kuptoj, normalisht, si çdo gjë. Diell gjithë kohën bën një shkret të tjerë. Po ku eshe, domethënë duke qenë se shkolla, marketingu, ku eshe veten 5 vitet e ardhshme ose 10 vitet e ardhshme, shef ndonjëherë të rikthehesh në televizion? Nuk ja kam iden. Zero. Nuk ja kam iden se çfarë do bëj, sepse gjithmonë domethënë mundohem të eci me plane, edhe del ndonjë gjë e papritur që më ndryshon komplet rrjedhën e jetës. Edhe vendimet më të mëdha, megjithëse kjo çike ka gabuar, vendimet më të mëdha në jetën time unë i marr gjithmonë impulsivisht. Pa i menduar gjatë, shkoj me zemër, kështu që nuk di as çfarë të pres nga vetja. Jam munduar këto vitet e fundit të njoh veten pak më tepër, po akoma e kam kuptuar që nuk di çfarë të pres nga vetja. Dgjoj, njerëzit janë gjithmonë në njohje derisa të vdesin, janë në njohje të vetes tyre dhe kur nuk do ta dim, edhe do përpiqemi të bëjmë plan. Ku ta dia unë do vija në Shqipëri unë në New York, e kupton fare, zero. Diferencë shumë e madhe, dy kontinente totalisht ndryshe. Pa lidhje fare. Kultura super të ndryshme. Po, kështu që po as long as mendoj unë je konsistente në atë që bën edhe po bën diçka që ty të pëlqen, kjo është ajo që ka rëndësi momentalisht. Unë jam konsistente në inkonsistencën time. Po mirë, të paktën në një gjë je. Jam në një gjë. Pavarësisht kësaj pjesës që completely respektoj që nëse nuk do të flasësh për jetën personale në themel ose në... Po nuk është edhe nuk kam që tregoj shumë se s'kam bërë shumë gjëra. Kjo që në e zën duke u marrë me veten tënde, e kuptoj.
Tani shkolla që po bëj është personale, puna që po bëj është personale. Motër duam të dim të je lidhur apo jo. Se të bë. Jo, nuk jam. Okej. Desha në fakt të t'i bëja disa pyetje sepse mendoj që duke qenë se edhe ke qenë në program të përputhen që e ke filluar aty, domethënë si e shef ti. Se kam filluar aty, por aty mora famën më madhe. Okej, ku ke filluar? Unë kam filluar në klan me Ardit Gjebrean. Kam qenë në një emision që nuk e di vazhdon akoma, ka një mesazh për ty. Dhe atje ka gjë është shumë i vjetër. Këtë zakonisht e shohin. Për shembull, unë jam fut atje se gjyshja ime vdes për atë emision. Po. Edhe ishte një punë që më lejonte të udhtoja në përcepa të Shqipërisë që kurse si nuk do i kisha parë. Sepse duhet të çoja mesazhin. Ka qenë shumë e lezetshme dhe shumë e përshtatshme për moshën që kisha. Se isha fillova që 19 atje, pastaj më përpusha. Shumë e re. Okej. Dhe siç po thoja, domethënë duke qenë se e fillove nga përputhen, normalisht që mendoj që është një eksperiencë që pavarësisht edhe të mos ishe lidhur me dikë edhe whatever të kishte ndodhur, duke qenë se është program dashurie, mendoj që të e shikon dhe në një perspektivë tjetër ndoshta marrëdhëniet në çift. Para se të futem te perspektivat e tua mbi lidhjet, marrëdhëniet, si shikon, ndoshta edhe specifikisht në Shqipëri, unë kam bërë një kështu sondazh i thon duket. Kush del edhe pyet kështu. Sondazh është po. Edhe kam thënë no njerëz, kam pyetur optimi dhe kam thënë çfarë doni të dini nga teja? Çfarë është gjë që me vërtet keni shumë kuriozitet, më kupton? Okej. Edhe gjëja që të gjithë kanë qenë shumë të indinjuar, ka qenë fakti që ti ndjen sikur i ke mashtruar ata personalisht. Sepse ti kishe një... E di që ndjen kështu, një pjesë e mirë e përvullësit, po. Sepse ti kishe një lidhje jashtë programit, ku ti duhet ishe devotshme, kupton? Shiko, e di që mendoj unë, mendoj që kjo eksperiencë ka ndikuar shumë pozitivisht tek shqiptarët. Okej. Dhe jo, i ka ndihmuar të kuptojnë dhe të realizojnë që media është show. Një reality show, mbetet show. Show në Shqip do thotë shfaqje. Tani ti kur sheh një shfaqje, vërtet pret që gjithçka tjetër reale, duhet i marrësh gjërat with a grain of salt. Po. Me pak krip. Me pak krip. Krip duhet ta shohësh çik me sy kritik dhe të kuptosh që media është biznes për të prodhuar shfaqje që audienca t'i pëlqejë, t'i shohi dhe jeta reale nuk është gjithmonë aq interesante. Duhet shtuar diçka aty. E kuptoj. Që njerëzit ta ndjekin, se ndryshe s'do e kishin ndjekur. Okej. Unë mendoj që aty kanë filluar shqiptarët të kuptojnë që një sekondë se media gënjen ndonjëherë, ose janë shfaqje, nuk janë të gjitha ashtu siç duken. A është se tani nuk po e lë në gojën tënde këtë fjalë, po e them vetë. Okej. Edhe kam dëgjuar edhe thonë edhe duke qenë e brendshme. Okej. Të përputhen ka skenare tek tuk. Mendon që kudo ka një skalet, edhe ti e ke një skalet. Po, normalisht, unë e pa përgatitur këto stofi të çon ty, megjithëse prap do bëni muhabet, po. Çfarë do lloj gjëje, por çfarë do lloj fushë tjetër, duhet të jesh para përgatitur. Të gjithë njerëzit para përgatiten në mënyrë që gjëja të dalin sa më bukur. Kështu që media del shumë bukur. Normalisht që ka një përgatitje të madhe. Duhet pak, okej. Kështu funksionon, është e pamundur që të eci dhe të dali tamam siç duhet nëse nuk përgatitesh. Okej. Si çdo gjë tjetër. Do ta mbyll me përputhen me një pyetje të fundit, pastaj do kaloj tek tema tjetër. Pa përmendur emra, ka dalë një nga djalit që merresh atje dhe tha që deklaroi që ishte biseksual. Apo e ka marrë informacionin gabim, pse e konfuzuar, sepse më thanë që, se si ta thash, kam qenë në off edhe disa informacione i ka marrë edhe shtesë nga
njerëzit duke Okay. qenë se nuk i kam të gjitha, nuk kam qenë prezente. Mua më ka thënë që ti ke thënë që it's okay, do me thënë nuk është problem kjo gjë. Nuk e di për kë bëhet fjalë, nuk e kam dëgjuar këtë gjë, me thënë të drejtën. Çfarë thua? Nuk e di kush ka bërë deklarata. E kam shpikur nga truri unë. Jo, do nuk me të thënë jetë, thjesht unë nuk e di. Se mua më thënë që ti the që është okay kjo gjëja. Pasi është e ka deklaruar ky djalë. Jo, unë kam thënë që kam qenë e lidhur me një djalë që ishte biseksual. Po, Aty. se Po. është pra gabim. Po thoshta? jo, Okay. nuk ishte person në media. Po, Jo. okay, jo. është pra gabim, okay. Po, e vërtet është. Jo, nuk e kam problem. Është I qëndron akoma këtij mendimi? patjetër, patjetër. Ë, Madje me këtë ligjin e ri që doli tani që është diskutuar shumë, jam shumë pra. okay. Sigurisht. Çdo kush është i lirë ta jetojë jetën siç të dojë. Përsa kohë që nuk më bie në qaf mua apo tjetër kujt. Okay, do me thënë e lidh këtë. Ç'pun kam unë? Po, Se ç'bëjnë ata. Po, absolutisht. E lidh këtë pjesë ndoshta me ideologjinë që e shkuara e ti ose e saj është e shkuara e ti dhe e saj dhe se si sillet tani me mua dhe çfarë bën me mua ka rëndësi? Po. Okay. Sigurisht. Sigurisht. Mendoj që aktualiteti është ai që ka rëndësi. Ti do jetosh të tashme, nuk do jetosh të shkuarën. Patjetër që e shkuara ndikon, sidomos këtu në Shqipëri ku jemi njerëz që kemi qejf të merremi me historira, të dëgjojmë, të pyesim, i fusim hundët në punën e tjetrit, me thënë të drejtën. Edhe unë e bëj këtë. Unë për shembull te lagja ku jetoj, duke qenë se kam shumë vite, i njoh të gjithë. E di kë kanë fëmijë, me kë janë të martuar, me kë kanë një për çfarë punë bën, gjithçka di, edhe unë si ta. Kështu që kjo bën që të ketë efekt e shkuara edhe në të tashmen. Okay. Të ndikojnë në një marrëdhënie apo në gjithçka, të ndikojnë në gjithçka, por që më e rëndësishme, ajo që ka rëndësi për mendimin tim, është si je ti me atë person, si sillet ai person me ty, a komunikoni mirë, a kuptojeni me njëri tjetrin, a duheni, a shihni një të ardhme bashk, a mund të ndërtoni diçka bashk, a mund të rriteni bashk. Këto janë gjërat që kanë rëndësi. Si mendon se e kupton ti nëse ke të ardhme me një person ose jo, ose nëse mund të rriteni bashkë keni të njëjtat vizione ose jo? Po, asnjëherë nuk e parashikon dot të ardhmen. Okay. Domethënë kur i futesh diçkaje, ti mund të gjithmonë me dëshirën e mirë që kjo do zgjati për gjithmonë. Po. Kjo do together forever. Do që femrat janë shumë, se meshkujt ti japin Jo, more, jo, unë nuk e besoj këtë. Nuk e besoj. Ndoshta, aha. Shiko, jemi të strukturuara dhe të rritura nga shoqëria që të femrat kërkojnë diçka më stabil, më serioze, por që jo, edhe meshkujt mendoj që janë një lloj ndjesit, ndjenjat, hormona dhe ty janë një lloj. Qa po thoshim? Vetja ishte si e dallon që si e dallon. që mund të ecësh ose jo me këtë person, ose që është dikush që ti je compatible with, kur je, si ta shqiptojmë, përshtateni. Që përshtateni. A jeni persona që përshtateni. Well, e para, e rëndësishme është, a jeni në gjendje të komunikoni dhe të kuptoheni me njëri tjetrin. A i keni konceptet për jetën, për ditëshmërinë, për të ardhmen, për gjithçka të ngjashme. Ose nëse nuk i keni të ngjashme, a bëni dot kompromise me njëri tjetrin, që kjo gjëja të funksionojë. Okay. Ndonjëherë ne gjithmonë kërkojmë atë personin perfekt, e duam kështu të gatshëm, të na vi. Po. I rritur, i strukturuar me dëshirat që kemi ne, me qëllimet që kemi ne, të na japi atë dashurinë siç e duam ne, por që mendoj që kjo nuk ekziston. Mendoj që perfeksioni është vetëm një iluzion, nuk ekziston. Edhe çfarë është më e rëndësishmja është besnikëria, loyalty, komunikimi. Besnikëri e ke specifikisht në lidhje me tradhtin apo besnikëria në çdo gjë? Patjetër që edhe me tradhtim, por që në çdo gjë, ti qëndrosh asaj që thua, ose në momentin që ndryshon mendje, të qartësohesh, të komunikosh, të jesh transparent, të jesh i sinqert me tjetrin, sepse nëse komunikoni, mendoj që çdo gjë mund të rregullohet. Okay. Do dalesh në një përfundim, do dilni në një kompromis, është shumë e rëndësishme. Për sa kohë që respekti, besnikëria, sinqeriteti, edhe dashuria, patjetër, është aty,
mund të ndërtosh një të ardhme me një person që të pëlqen. Mendon se Tani duhet të pëlqejë çik në fillim të personi, pastaj këto janë normal. gjërat që e bëjnë marrëdhënien të zgjasë. Po. Të jetë qëndrueshme, të jetë tamam, të funksionojë siç duhet, por që gjë fillestari që na tërheq vëmendjen është tjetër gjë, është ai tensioni, Po, physical attraction. Physical si kimi, nuk ka nevojë të jetë, domethënë kimia, fiks duhet të ngjisesh, duhet të ngjitja i po. personi dhe pastaj duhet të jenë edhe gjithë ato gjërat e tjera mbrapa. Është një ingredient kështu për te fizikës, është shumë si kimi energjetike. Po, është shumë e gjerë se aq. Po për sa kohë që janë të dy, mendoj, të dyja palët të gatshme për të rritur bashkë. Doja të ta bëja edhe këtë pyetje. Për të rritur bashkë, gjëja funksionon. Tani edhe mund të ndajeni më vonë ku asnjëherë si pihet, po mund të ndryshosh mendje, mund mos të pëlqej më, por që doja të bëja këtë pyetjen që mendon që një person duhet të jetë gati pra të ketë punuar me veten edhe të jetë gati për një marrëdhënie apo mendon që mund të lidhet me dikë edhe pa qenë aq i formuar për të qenë me një person healthy? Shiko, varet se qa kuptoj me formim. Tani, nëse jeni në të njëjtin stad të jetës, ose përafërsisht në të njëjtin stad të jetës, si ti dhe si partneri, nuk është e nevojshme të jesh totalisht i formuar, ose totalisht gati për një marrëdhënie i plotësuar, sepse më duket e pamundur. Më duket e pamundur. Se zakonisht për shembull është ajo trendi në TikTok që ka dalë tani 6 feet blue eyes. Në 10 me sy blu, me punë në financë edhe. Po prit tani, shikove që vetën tënde. Ti sa gjatë je? Çfarë shkove ke bërë? Çfarë je në gjendje ti ofrosh kësaj marrëdhënie? Për sa kohë që janë të dy të ngjashëm, mendoj unë. Të dy me qëllimin për të qenë, për ta krijuar këtë marrëdhënie dhe për ta mbajtur këtë marrëdhënie, sepse nëse ti do martesë dhe ai do thjesht një fling, një gjë të përkohshme, nuk mendoj që funksionon gjëja. Për sa kohë që të dy jeni me mendjen e qartë që, hey, le ta provojmë këtë gjë që të funksionojë, nuk ka nevojë që të jesh perfekt sepse nuk ekziston perfeksioni. As unë s'jam, as ti si, as kush nuk është. Mendoj që njerëzit rriten bashkë. Mendoj që duhet ketë një se e kemi parë për shembull edhe në filmat vjetër ose edhe në Shqipëri e diskutojnë siç una si goca që duhet ketë një a certain time, një periudhë kohore para se ti të bësh seks me mashkullin që ti sa ke njohur. Mendon se ka lidhje kjo gjëja? Mendoj ka lidhje në funksionimin e marrëdhënies apo a duhet bërë as duhet bërë? Që mashkulli do ketë kundrejt teje nëse ti e bën më herët se ç'duhet, në raportin in general. Që të shkosh në sipas meja, sipas përjetimit tim se njerëzit janë shumë të ndryshëm. Sidomos këtu në Shqipëri, është e nevojshme që ta njohësh një person, të pëlqen ajo një herë. Si fillim duhet shihni a shkoni si miq në radhë të parë, dhe pastaj kur je rehat me atë person, kur krijon pak besim tek ai person, mund të shkosh në atë hap se më duket pak i madh. Ndoshta jam gabim, nuk e di, ndoshta e perceptoj gabim, se ka edhe njerëz që sapo njohin një person, shkojnë edhe flen, po unë jo njerëz që kanë flet edhe ditë të parë edhe janë bërë vite tani, domethënë marrëdhënie ka lloj soi rastësh absolutisht. Por domethënë ishte nga perspektiva jote, si më thënë. Shiko, për ne femrat, marrëdhënia seksuale zakonisht na bën që të dashurohemi më tepër se sa meshkujt. Shumë e vërtet. Kështu që edhe është energji, duke ku di unë totalisht. Pushur me një person në gjend vizual. Sa na lejon YouTube tani. Është energji, duke je shumë vulnerable, si ta them, je shumë duhet të ndihesh shumë rehat me një person, duhet ta njohësh, duhet i besosh, pastaj sepse nuk tani kjo mund të ndodhi edhe për një javë, mua s'më ka ndodhur, por që besoj që duhet të ndihesh si fillim rehat dhe të kesh pak besim te ai person që të shkosh në
në atë fazë, sidomos kur je femër duke qenë se ndikon çik në ndjenjat romantike. Është më ndryshe si e kanë meshkujt. Po tradhtin do ta falje? Nuk e besoj. Okej. Nuk më ka rastis, nuk më ka tani dhe mund të ketë ndodhur dhe unë nuk di që. Po, që edhe unë me sa di unë, po. me sa di unë nuk ka ndodhur. Okej. Dhe nuk besoj që do e falja, sepse kjo tregon tradhtia nuk ka lidhje me ty. Okej. Tradhtia ka gjithmonë lidhje me personin që tradhton. Mund të vi nga shumë faktor, zakonisht vjen nga pasiguria, nga ndjesia e inferioritetit. Po. Po dhe mund mos jeti lumtur në atë marrëdhënie, po nuk ka mjaftueshëm guxim që të thotë hey mjaft, tani rrugët tona ndahen këtu, unë dua diçka tjetër. Ndodh dhe vjen dhe bëhet nga njerëz që kanë ca probleme me veten e tyre në radhë të parë. Edhe për të pasur një marrëdhënie të shëndetshme, këto probleme duhet rregullohen. Okej. Duhet jesh mirë me veten tënde në radhë të parë, duhet ndjesh konfident me vetbesim me veten tënde, duhet ndjesh rehat me veten tënde, ta njohësh veten tënde dhe ta duash veten tënde që të duash një person tjetër. Më duket e pamundur që të duash dikë tjetër nëse nuk respekton veten tënde në radhë të parë. Dhe tradhtia zakonisht është indikacion që këto gjëra nuk janë siç duhet. Edhe mos respektimit, e kuptoj. Nuk besoj që do e falja. Kur mos thuaj kur. Po. Po që nuk besoj që do e falja. Okej. Mendoj që njerëzit duhet të kenë një farë lloj eksperience primare para se t'i futen një lidhje të devotshme që mendojnë se do zgjasi për një kohë të gjatë të jetës së tyre. Po asnjëherë nuk e parashikon dot sa do zgjasi një lidhje. Po. Unë gjithmonë jam futur lidhjeve me mendjen që kjo është e fundit, do zgjasi për gjithmonë, por nuk ka zgjatur. Shumë jemi futur të gjitha, po e ti, po. Po çdo gjë është mësim, ëh. Sa duhet dështuar që të jetë, ka një mësim aty brenda. Mund ta gjesh një mësim aty brenda. Absolutisht, në çdo gjë. Po kjo pjesa për shembull se mua më duket sikur gocat, paktën unë e kam gjetur veten në këtë pozicion, po edhe shumë goca tjera që njoh. Duket sikur e zëm takon një çun, të pëlqen një çun, edhe normalisht ti duhet të jesh vetja me këtë personin, edhe ti jesh sa më free në aspektin e komunikimit ose të mendimeve që ti ke, që ti të kuptosh nëse realisht përputheni ose jo, që po është e rëndësishme që të ndihesh rehat, të ndihesh si mik në radhë të parë. Se është vetëm mënyrë mendoj unë që të funksionojë siç duhet një marrëdhënie. Përveç aspektit romantik dhe seksual, duhet të jeni miq me njëri tjetrin. Ta kuptoni njëri tjetrin, të jeni aty, ta mbështesni. Tani, në fillim gjithmonë janë ato sikletet të duke mirë, të drejtohem, të rregulloj këmishën, flokun brafa, të zbus çik bluzë. Është sikleti i fillimit gjithmonë, është e pashmangshme. Po që po mendojnë që me duri nuk do kesh siklet fare për shembull, apo gjithmonë Larmi i laçeve. Ku mosha. Jo. Ajo është dashuri me shikim të parë, jo vetëm me shikim, por me bisedë të parë. Okej. Gjithmonë në fillim të një marrëdhënieje. Qoftë ajo marrëdhënie pune, dashurore, romantike, shoqërore, ne mundohemi të japim më të mirën e vetes tonë. Mundohemi të lëm impresionin më të mirë, impaktin më të mirë, të dukemi sa më mirë, të flasim sa më mirë. Kështu që mendoj që njeriu fillon është normale, është ti jesh njeri. Mendoj që nga muaji i 3, i 4 aty fillon ta kuptosh tamam që kush je ti në këtë marrëdhënie dhe kush është ai në këtë marrëdhënie. Edhe njihni njëri tjetrin. Po. A duhet të jetë personi njësoj siç është në marrëdhënie dhe me shoqërinë e tij pra? Ta shpjegoj. Në aspektin e lirshmërisë, për shembull, të tipit të tij. Tani kur i futesh në marrëdhënie, supozohet që do ndash jetën me këtë person. Duhet të jesh sa më rehat jetë e mundur, patjetër. Thash duhet të jetë si mik. Full on. Duhet të jetë si mik, mendoj. Okej. Mashkulli jot ideal dhe kur mendon se do ishte koha perfekte për ty që të ishe me ta. Kur të jetë shkruar në zemër. Okej, mendoj që Kur të jetë shkruar, nuk e di, nuk është se nuk eci me plane më, se
gjithmonë më përmbysen dhe shkojnë ndryshe. Kështu që kur të më vi e mirëpres. Okej. Thëm ideal. Thash ideali nuk ekziston. Ideali Idealja për ty është iluzion. Okay. Idealja për mua është një person që më kupton. Një person që njeh veten. Një person me zemër të mirë. Një person i zgjuar dhe inteligjent. Mundësisht intelektual, po. Po vështirë. Mundësisht intelektual. Po kuj dihet. Okej. Kuj dihet ça është Pa mirë që i shkruar. bronë bjanë që si po qas jetë. 10 sy blu, bjond. 2 metra gjysë. Jo, nuk është se... unë i kam shef dhe këta që janë qik medium ugly. Okej. So, nuk ka rëndësi, nuk ka Feel rëndësi. that, I feel that. S'ka rëndësi, si duket mjafton që të më pëlqen. Okej, okej. Do na... Dëgjo, po e gjete, kur ta gjesh, po e gjete, se do ta gjesh, po kur ta gjesh, Kur na vi. kur të vi, do më thuash të ftoj qik, na thuash si e takove, kur e takove, si ndodhi shto që të bëjmë qik girl talk në këtë topic, dhe ndoshta edhe me perspektiva kështu të tjera. Unë jam ndjerë shumë rahat me ty, kështu që yes, I will. Thank you. Po shpresojmë që ti jenë tani shpejt. I hope so. Me marrim edhe atë, e vëm kështu, i vëm në i mask, mos ta din këta tjerët, edhe i the bëjmë kështu terapi. Terapi në qift. Terapi në qift. Ta marrim qik në pyetje, të shohim është i duri, s'është i duri. Vendosim këtu në kuvend. Okej. I'm very happy që të kisha këtu. Edhe unë jam shumë pozitive, edhe është edhe energji që ndihet përveç ekranit që kam ndjerë dhe aty, po edhe in person, se zakonisht surprizohesh. Faleminderit shumë, thank you. Edhe normalisht që kam edhe një dhuratë për ty. Një SPF. Faleminderit. Nga Mardermi. Gjithashtu dëgjo, se ne po bëjmë mbylljen e këtij sezoni. Okej. Dhe I'll also give you a shampoo. Okay. Me që s'ka kur t'i marri, po i marri. Faleminderit shumë. Rene ishte shumë kënaqësi, faleminderit për ftesën. It's lovely. Të flasësh me ty. Thank you, baby. Ha. Tjera vetëm fundit. Ka fund, ma unë me, ka kjo ishte super fund. S'ka leta tani. Po doli kaq poko. Po SPF e mori apo jo? Jo, asnjë. Oh, come on. Jo. Po ku e kam lënë? Mbaroi kaq minutash, mbaro kam. Po ç'a të them se di ç'a keni kap, ç'a s'keni kap. Mbyllje. Thjesht këtë që do t'jap edhe, okay. Hajde. Duke qenë se po bëjmë edhe mbylljen e sezonit. Edhe ndihem shumë e privilegjuar që jo, faleminderit ty realisht. Edhe jep në mikrofonin. Okej. Lale. Hajde, 3, 2, Jepi. 1, ecim. Duke qenë se po bëjmë mbylljen e sezonit, edhe faleminderit shumë që jam very happy që e mbylla me ty. Unë nuk e dija dhe ndihem shumë e privilegjuar që e mbylla me mua, faleminderit shumë. Vetëm të dyja mikrofonin. Po, des me këta aktrim të të vershëm. It's okay. Edhe ja. Shumë fake as hell. Me që se po bëjmë mbylljen e sezon. Ua, s'ka shans! Hajde. Jepi. 3, 2, 1. Duke qenë se po bëjmë edhe mbylljen e sezonit edhe sezonit. Edhe faleminderit shumë që ishe këtu, like I'm very happy që e mbylla me ty. Faleminderit shumë që vendose ta mbyllësh me mua. S'ka shans, o plak! Nuk ka shans që i hidhesh me këto. It's okay, unë jam mësuar. Even worse. Ecim. Duke qenë se jemi në mbyllje të sezonit edhe thank you so much që erdhe dhe që e bën këtë mbyllje bashkë. Faleminderit shumë, dihet është privilegj për mua që zgjodhe ta mbyllje me mua. Thank you. Ja. Okej, do t'ja audio të ty? Ai mor ti. Shika provet një. Hajde tjera. Tha se ta mori fare mikrofonin. 3, 2, 1, ecim. Po, jemi në
Me që se jemi në mbyllje të sezonit edhe... Faleminderit shumë që jeni në mbyllje të sezonit. Faleminderit ka. Okej. 3, 2, 1. Faleminderit shumë që ishe pjesë e mbylljes... Fakt. Nisë jepi një para shtesë, ta kena me. Po! Hajde. 3, 2, 1. Tani, duke qenë se jemi edhe në mbyllje të sezonit, unë kam 2 dhurata për ty, një SPF, edhe një shampo për kokën që kemi premium, thot tu, nga Maroder. Faleminderit shumë. Asgjë faleminderit ty. Të Ha, mërë burr, do ta ish fare, burr. Po jo s'na kërcet, edhe herë tjetër, hajde. Okay, now it's stuck everywhere. Po do të kërcas, se e ke gjithë kohës aty se ke. Ha, qa do kërcas? Pjesa që s'ke varsë. Po mirë se fundi është të burë, se qa do thonë. Okej. 3, 2, 1, ecim. Tash duke qenë se jemi edhe në mbyllje të sezonit edhe të kësaj puntate. Dhe të falenderoj... Për zonë kam të rëzgjisë të faleminderit. Po pritëre se kështu do ta nisëre, pritëre se do them faleminderit, more që këtë çudi e madhe. Kena me i lidhë. Hajde. 3, 2, 1, po. Tja jam shumë e lumtur që ishe pjesë e këtij episodi, u kënaqa super shumë, kishim një kështu këtë glitchin që u bë tani që kemi pasur probleme me kamerat dhe kemi bërë 150 herë këtë butë mbyllje. Po faleminderit shumë që ishe këtu se ta kam thënë. Ishte shumë privilegj që e mbyllem me mua, ndjem Gjithashtu. shumë e lumtur. Unë do t'jap këto 2 dhurata që të kam dhënë 50 herë deri tani. Faleminderit shumë. Edhe këtë SPF. Oje, po, a jeni serioz o burr? Ej, shiko, do qetësohemi 2 minuta? Qetësohemi 2 minuta? Do e lësh kamerën poshtë? Që merr frym ta bëjmë si duhet, okay? Po. Pi qikuj. Është okay. Okej, do po pse ta utrapin o burr? Po ai Me nuk atë mu a thua se ka video, qefa pra. A thua se ka qefa i shkreti? Po kush e hapi atë mu telefoni, mor burr se shqyre mbyllën për pak, valla. Keni plane pas kësaj jo, t'ju vënojmë 2 minuta me cigare. Apo do na bashkojni? Ku shkuan ato veglat e mia? Duhet të bëjmë Giulio Lloyd. Ishte vesh i kamerë të qenë se i ka të më premtuar e në. Mos ja vut kot! Diqa! Seriozisht? Po ma Diqa! Mirë,